Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin special të Jetës Kosovë, edicionin special ku i prezantojmë njerëzit të cilët në një mënyrë apo tjetër ja kanë zbardhur fytyrën Kosovës, edhe brenda, edhe ndërkombëtarisht. Deri tash në këtë seri të emisioneve kemi pas njerëz nga bota e sportit si Majlinda Kelmendi, ata prodhues nga bota e prodhuesve vendor si Armen Malazogu, si dhe njerëz nga bota e artit si Blerta Zeqiri. E sonte do ta prezantoj një xhirues kamerman i cili me shpërblimet e tia është njohur edhe është respektuar jo vetëm në Kosovë, por tash së voni një shtet i jonit i rajonit Bosnia dhe Hercegovina i ka ndar çmim për kontributin që e ka dhënë në shtetformimin e atij shteti. Është ky Sulejman Kllokoçi, i cili që më shumë se 30 vjet punon si xhirues kamerman për agjencione të ndryshme të lajmeve dhe televizione ndërkombëtare dhe ka xhiruar prej luftës në Sloveni, Kroaci, Bosnë e Kosovë, deri te tash së fundi madje edhe vdekjen e Papës edhe darsmën e Tom Cruise-it. Ta shohim se çka do të na thot për jetën dhe karrierën e tij. Mirë se erdhe Sulejman Kllokoçi. Mirë se erdhe. Pyetjen e parë që duhet ta bëj është komë ta zbulu në informatë jo fort këndshme, duhet i kallëzu vjetët tuaja. Deci tash krejt mysafir që i kom pas që i përmenda, kanë qenë mosh mesatare 30 vjeç. Ti i ki heq ma pak se 55 dhe si djali i ri, po shkon për një front tjetër. Qysh e ki qitë kështu hesapin? Po mban kamera. Atë shumë i du kamerën si lodhje nuk e shof. Kur jo me kamerë, e cila është mjaft edhe e randë, por koncentrona në kamerë dhe i harroj sa vjetë i kom. Dhe në përgjithësi, ku jom në përbot, duket shumë herë që jom maj vjetri. Po nga njerë më duket që jom edhe ma i riu, për shkak se nuk ndalë na jom thuj si me një mosh me ata kamermana tjerë që jom parafërsisht 30 vjeçar. Edhe kom edhe një staf në IP-a së Shqipërisë Press, cilë është jënë gjenerata 30 vjeçare, cilët nuk me trajtojnë, thuj si kom 30 vjetë. Çka të kanë bërë Sarajevo kështu? Çka të kanë bërë? Të kanë dhënë pije, të kanë shti me knu, kështu të ta dhënë çmimin atë, çka? Jo, ka dalë se i grunë kam këtu. Promaja, ka qenë promaja autobusit. Promaja ta ka marrë. Promaja. Sarajeva s'din me pi, s'din me festue. As me knu. Jo, as me knu, por dritaret, autobusi, rruga e gjatë. Kështë. Pije pakuj, urna. Kisha pas shef, në fillimit, kalzum kalon, dishka për shtypje një shprehje qysh e ki përshkru profesionin tënë, ke thonë në dërshkrimin që e ki bo për punën tëne, ke thonë që je hamal i cili e regjistron historin. A për një meni është që je si hamal, halo? Unë me thënë vërtet e nuk ndihem si hamal, por vërtet jena shumë herë, shumë raste si hamala. Për shkak se pos kamerës tonë, kena edhe trajpoti, thonë kam të kamerës, edhe të gjitha këto e bojnë dikundej në 30-35 kg. Mirë, veç kur ja ki nis me punu për herë të parë, kur pa të diplomu në 82-shën, ka qenë shumë kilogram ma shumë se sot, apo? Po, kanë qenë kamerat shumë kanë qenë materanda, kurse sot në shumë raste ju mundi me fotografu edhe me iPhone. Të thomë, po të punesh për një agencion si është Associated Pressi, fotografit e iPhone-it mundesh me përdor vetëm në qoftë se janë shumë në informat me rëndësi. Kur thu që ke regjistru histori, i thu vetës përveç kësaj punës së hamalit, që ke regjistru histori, cili moment kështu është ma historiku që menon që e ke shënu me gjirimet e tuja? Muj me thonë që ardhin e Miloševićit herën e parë kur ka ardhur në Kosovë, në Gazimestan, kur në atë kohë askush se njifte kush është, dhe unë e filmojsha. Dhe jeta me qoj që atë njeri, atë kasap të Balkanit, ta përcjeli në prej Hagës me, do me thonë, si të njeri të vdekon. Kalzëm, për cilin moment jetu folë për herën e parë që ka ardhë Miloševići, e ke fjallën për Fush Kosovë kur ka ardhë? Po, ka ardhë në Fush Kosovë herën e parë, por mandi dytën, kur ka ardhë në Fush Kosovë, ku i afrohet, i drejtohet popullit sërbë aty, kur thot, mos u mërziti se gjitha flokë do t'i keni, as një sen nuk do t'ju mungon. Ashtu t'i qka është një deklaratit. Askush s'do t'ju rre. Askush s'ka mi ju rre. Ti e qaj që i ki gjiru që ata? Po, pse? Qatë moment e ki gjiru edhe
Ti e qaj që e ki ngrit, e ki bo car Miloševićin atë? Jo, ka dalë. Jo, prej atë herë që ta ju bo kryetar, je nisi lufta, ti e qaj? Mos e paskon, a i nështë se këshin marrë pavarësin. Mos me paskon. Nështë ta që atëherë me pas kry pun me to që atëherë, si shëndodhë heq lufta? Jo, se ma fështire këna pas me Stambulicat. Se ata kanë qenë kështu, kjo ka shku drejt. Apo? Edhe na shqiptarë shku drejt, edhe morën pavarësin. Edhe që për shumë qatë moment, a ki dit, tash kur e gjirën në qatë moment, a e dente që ky gjirim, i cili ka qenë Miloševićin Balkan, që përmenet qatë shumë, edhe jo veç që përmenet, po përdoret a i gjirim në përfilma dokumentar për shkatrimin e Jugoslavisë, përdoret si diçka që aty ka fillu shkatrimi i Jugoslavisë. Ata ka manë menja që ky njeri me qëtë fjali po e fillon luftën, ata ka një zemra? Jo, te i dikon për ju më knaqë, ma ndej në Hagë, kur ndroj jetë, thonë vdish Miloševićin, mrami shkova në hotel, dhe bo të regim botëror. Edhe peshikojmë BBC gjerimet, edhe pishot gjitha gjerimet e fush Kosovës, gjerimet e mija. Thash, unë kuk na histori i Kosovës. 20 vjetë për bjenë. Atëherë ka qenë 1987. Ma shumë se 20, 2006 ka vdek, 20 vjetë e ki gjiru një njeri e ki përcel. Jo, veç ata kom gjiru dhe tjertë. Mirë I ka pas ajo do klysh ma të vegjel. Apo? Ajdin, pa i ka qenë kështu pak ma i naltë. Mirë, nështë ta mos me pas gjiru që atëherë këtë bota nuk e kish njoft, si s'kish ndodhë kur gjo, se kish njoft. Ja, i sharë prap. Apo I sharë prap, sa e ka dasht atë gjirim. Ajo ka qenë këtë një lloj regjie, se Beogradi kur i bën këto sene bën pak edhe regjie. Edhe politika o regjie. Edhe mas kësaj lufta e parë, cilin e ki gjiru, shumë pak njerëz në Kosovë ka që kanë qenë në luftën e Slovenisë, kemi njerëz që kanë qenë në luftë të Kroacisë, Bosnës, po lufta në Sloveni. Kallëzona, qysh ka dalu qajo luftë për lufta të tjera dhe qysh pështun faktikisht Slovent me qaq shkurt luftë veç dhe ditëshe? Ata kanë qenë shumë mirë të pregaditun, të them këte, se unë nga Sarajeva, ku ishte si punëtori i hotelit, kur filloi lufta në Sloveni, për atë kohë, mjaftë ishte ajo një bom i madh, si Jugoslavia po shkatrohet. Dhe mu më qunë në Sloveni. Dhe atje e pash një organizim shumë të madh, që kishin Slovent. Po, Slovent e kanë pas edhe një fat shumë të mirë, që nuk e kanë pas Serbi në kufi, po kësa do ka qenë në kufim në Bashkimin Evropian, ka qenë me Austrin. Prandaj edhe Bashkimit Evropian nuk e ka konvenue, që për shembull të bëhet në Sloveni si ndoj Bosne, për shkak se i ka kufinit kurse në krahasim me Slovenin është Bosna ku sprek kufi me Bashkimin Evropian. Kjo është tregim krejt tjetër. Slovenë kanë qenë të organizuar shumë mirë. Unë kujtohet atëherë vozicat që kanë kalu kamionat, i kanë alë gjithë vozicat, i kanë vendosur në për hotele dhe me kamionat e tyne, me veturat e tyne e kanë bloku. Shumë njerëz i kanë pas me biciklet, si që ishin informatat, por ka qenë një popull shumë i organizuar. Kujtohet kur sirena, që ndoshta bombardohet Ljubljana, gjithë njerëz kanë hyrë për podrume, po sunë edhe një gazetar, Ivica Pulić, cilë vrapojshme mi gjirue. Kurse në krahasim me këto sirenat në Bosnë apo në vende tjera, kur binte sirenat, gjithë dalshin jashtë me shiku çka po ndodh me sirenë. E jo me ju në përpodrume. Slovent kanë qenë shumë të organizuar, por nuk ka qenë ajo rastisht. Ata kanë qenë shumë pregaditur. Edhe si e spjegon atëherë mos pregaditjen e bosnjakëve, të cilën ti e tregon në libër. Thjesht çfarë dallimi kishte në Bosnë kur mandej shkove dhe vazhdove me mbulu luftën në Bosnë? Ma reklamon edhe librin pak apo. Librin halo se ki botu, s'ka çka me reklamu. E ki dërshkrim, ki halo me punun, to. Po më intereson, njëna prej senave që i përshkruan, që më la përshtypje është në fakt, po kallëzën edhe për jetën e vështirë, po kallëzën sa ata njerëz sa hiç edhe tu i ra granatat s'kan besu që do t'ju ndodh lufta, kanë besu që do të kryhet shpejt, optimizmi është i parësyshëm. Çu shpjegon çete? Në Bosna, në ish Jugoslavin, qofse dikush Jugoslavin e ka shikue me zemër, e kanë dashur bosnjakët, edhe kanë dashur Jugoslavin. Për ata martesat kanë qenë të përzime shumë.
dhe ata vërtet kur nuk kanë dasht me besu që do të ka luftë. Nuk e kanë dasht luftën. Edhe shkurja ime atje në Sarajev, unë nga Kosova, mu më shikojshin si shqiptar, pak i ngarkum që ka ardhë këtu. Edhe përna i thot disa sende të cilat kë nuk pi kupton këtu. Do të thonë më akuzojshin mua, se unë ju më ardhi ngarkum nga Kosova, bashkë me këto fjale. Por, çka ndodh? Se atje martesa shumë të mëdha, shumë përzime, dhe nuk kanë dasht e ke fjallin qiftet kryesisht sërb, bosnjak, kroat, bosnjak? Po, sidomos, te i dikon mu më duket si mu martu me sërbe, mendoj sërb, femnat bosnjake ka qenë e kanë shiku një arritje. Por, me kështu në Bosnje, edhe drejtorat, të them të televizionit, drejtorat e shumë institucioneve në Bosnje kanë qenë sërbt. Dhe sërbt në Bosnje kanë ditë çka po ndodh, se edhe kanë përgatitur terrenin, kurse muslimant nuk kanë dashur me besu që do të ketë aty luftë. Kurse si nuk e kanë pranuar luftën. Edhe kur ka filluar lufta në fillim, prap nuk e pranojshin. Më ka ndodhur për shembull një rast, isha një ndihmë humanitare me një organizat i përcjellshëm me kamerë, duke shku, ku një femën aty ishte Minka e quishin, edhe ajo po më thot, o zot, po thot, gjuhën bosnjake, gde e Zoran? Ku është Zorani? Po thash, ka po t'intereson Zorani? Ai Zorani thash, është me snajper, po gjuhën ty thash, ti po brengosësh për jetën e Zoranit. Edhe ma ndejt nesër me kështë baju një artikull shumë të madh, thot, rruga ime me Sulejman Klokosin, dhe pyetja ime për Zoranin. Kështë e bo një shkrim. Ashtu bosnjak e kanë dasht, por Sarajeva si Sarajev, vërtet, unë e mendoj, kjo është një mendim im, për Sarajev, para luftës, qofse dikun ka ekzistu një Evropë, aty ka ekzistu në Sarajev. Aty nuk ka pas, aty kanë shikue raja dhe papak, përgjësive që kanë këshyrë, a është katunara qytetar, kurse a është në shteti tjetër, unë kam pritë shumë mirë. Unë e vetën e kom një shumë mirë në Sarajev, 2 vit para se të fillon të lufta. Edhe Sarajeva, edhe me këshyrë në anën ekonomike, ka qenë atë kohë shumë e fortë. Qofse shikon me anën e filmave, kanë marrë Oscar. Qofse shikoni me muzikë, ata kanë qenë numër 1 në Jugosllavi për muzikë. Mirë, po ti ke vendosur me shku atje jo në kohën kur kanë qenë tu përparu, por me një kohë më të vështirën të mundshme. 4 vjet, ku s'ka pas ujë, vështirë ka qenë për bukë, për mundze. Kallëzom ma detajisht çush ka qenë jeta në Sarajev në vitet që te ke mbulu luftën atje, edhe kallëzom çfarë kushtesh ke jetu ti, si çdo Sarajelia, apo ma të mira si gazetar? Jeta unë atje më kanë dasht. Unë e kom pas një emën. Për shkak shumë xhirimeve të mia, që e kom bën në Sloveni, edhe me refugjat, prandaj e kom pas një emën sa e përket emri im Sulejman Klokosi atje. Por, sa e përket ushqimit, ujit, i kom pas, kom qenë njësoj i barabart me gjithë kom qenë. Mirë, qysh keni jetu? Shumë vështirë jeta, se është lufta, unë e kom thonë dikun me një intervist, lufta vështirë, mojt njeri ju me përjetu, vështirë është mu spjegu. Se t'jetojsh me një vend, ku për shembull një vej është 10 marka gjermane, apo një boks cigare. 5 euro, sot i bjen, nivo. Nivo. Të thëmë, qumshtin të harrojmë, për shembull mishin të harrojmë, t'i harrojmë për shembull ku marrë unë e kishna një vetur, dhe 20 litra naftë i blesha prej uenit, Kombeve të Bashkuara i blesha, në mënyrë ilegale, blesha 1000 marka. Do me thonë, 20 litra benzin, 1000 marka. Po, dizel. Prej, o shumë e rëndësi, Kombeve të Bashkuara i falë sotit, që na i shqetësin, e na dhejshin. I falenderu shumë edhe për që ato 20 litra që më ishe. Po, se më isha me shku me marrë ndë heru uj edhe sen. Dhe thash është shumë vështirë. Për shembull, me krahasu me Bosnën, a din krahasim. Lufta e Bosnës e Sarajevës, unë nuk ishna krahasu askund. Për shkak se aty ka qenë një rrethoj, 2 vite gjys, ma shumë rrethoj, si një bunar, edhe gjithmonë kanë gjujt në bunar. Ne njerëz kena qenë në bunar mbrana, kurse ajo rrethoj kanë qenë sërt të cilë kanë gjujt. Shumë merë ka ndodhë ka ardhë në musafir i Rusisë, ka ardhë me vizitue bosnjakët, për shembull në vijet e frontit, edhe ata kanë qarros, apo donë pak me gjujt, hajdi një top, hajdi një bombë, edhe ata kanë gjujt, kanë pi, kur nuk e ke ditë kur do të vjen bomba, edhe në gjumë kur ke i ra me fjetë, nuk e ke ditë a do zgjosh, a nuk do zgjosh në mëngjes.
për shkak se kanë qenë disa bomba, Mandela e lajmërojnë, thonë pancir bomba, të cilat e kalon një mur dytin dhe mund me eksplodu në murin e tretë. Mos flas për shembull për dimrat e Sarajevës, ju dini për Olimpiade këto ku ka qenë. A ke qenë i përgatitur për dimrat Sarajevës? Thjesht po më intereson çka ka ndodhur dimrin e parë, a ki pas boll dru? Po dimrin e parë nuk mora shumë dru, se thash se atje çdo muj prit që mos diçka do të ndodh, mos do të nalet lufta. Dhe u përgatita me teshe, e kom harru pijamet, s'kom fjet kur njetë në pijame, kom fjet me dimne gjithmonë me robe, me gjithat, qaj kom pas 3 par qerapa, 3 par i kom vru, akulli nuk ish problem se ish nga jashtë dritareve, po problemi ish i akulli ishte nga mrena, ishte akulli shumë i madh, nga akulli nga mrej. Gëzimi jonë, për shembull, ka qenë dimrit vetëm për shkak ujit, se mu shumë me marë borën, edhe me borë, me marë me shti në banes, me shkri borën, që me mujt atë uj, me përdor për WC. A mos me pas nevoj me shku në për snajper për me marë ujën me një qeshme, a? Po, unë në përgjësi, ju këm di mu, thëmë, edhin, mu më kanë di mu, jo në idije që këm di të ruhem, po më kanë di mu, thëmë, edhin zoti, se unë çdo ditë këm dalë, çdo ditë këm marë ujë, ju këm di mu edhe fëqinjve atë. Me një moment këtu thu që kam pas në fak ata që kam pas banesën e madhe, 3 dhumshe me parket. Po, ajo ka qenë, Pse? a i ka pështu 1.000 euro. Për shkak se në atë kohë 700 euro shkëshin metra e druve. 700 marka. Marka, po, marka. Në 700 marka i bjen 350 euro metra e druve. Po. Sot bën... Po. Mirë. Edhe a i ka mujt atë dimen, me atë banes, po parketin ka qenë knasë, me je ka qenë ka parket, dhe me përdor parketin. Krejt ato jeta janë, po thëmë, ndoshta sekundare, apo s'di. Problemi më i madh kishte për shembull kur u mbyll kanalizimi. Ajo nuk shpjegohet. Ajo është fenomen, s'ke kanalizim, je në qytet urban, ndërtesa 10 katëshe, edhe vetëm ishen njerëz kur është bloku kanalizimi dhe sheh me kese, edhe duke shku të poshtë, me bo nevojë ndikun apo çka të bëj. Edhe çush përfundoi ajo epizod e jetës tënde duke xhiru atje. Kur vendose me dal, çush vendose me dal pi Sarajevës? Po vendosa me dalë më nimoj miku im shumë i mirë, në Amerikë, për para në kone vetë ka qenë shumë i njoftën në Kosovë, Hys Shkreli, a ishte me një televizion Victoria të punu atje, dhe një mike emja del atje, i takoj une, dhe merë një leje nga ajkin se une po punoj për televizionin Victoria, të cilën mas jela jo, edhe mas 2 vjetë e gjys dikur vërtet u lodha, jo u lodha, në atë aspekt se tjetojsh në 2 vjetë e gjys me një vend pa rrym, pa ujë, në këto çmime, ti ndojherë edhe i thunë veti do të vdes, dhe nuk mërzitëm që do të vdes. Unë shumë eri unë pajtu me fatin që do të vdes, vetëm me ndojsha, thëshna nana dhe baba im, a din vllau, në atë kohë motra, a do të ma din vorrin ku e kam. Vetëm atë, se që do të dalë unë i gjallë nga Sarajeva, ato sa se kom mendu. A mund është më sigur pse e bëjshe? Çka të motivojke? Urrejtja ndaj qetnikëve, çka pju bojnë gjithë këtyre njerëzve. Nga aty fillohem me urrejt edhe Evropën. Pse bota nuk për ndërmerë. Njeriu për njeriu në aty pash. Si është uk. Kom pas gjerime, jeta, kom pas gjerime që zinit njeri rob, një musliman. Edhe shkojnë në spital me gjiru atë musliman. Ku sërt e kanë zonë si rob, me një vit frontit, dhe ja hjekin së një në sy. Edhe ja këputin dorën, edhe a njeri i bjen të fikt, dhe lanë si të vdekun. Shkojnë ma vonë bëshnjak të marin, i marin do me thonë njerës të vdekun të vetë, të frontit, i hypin kamion, për mi quë mi voros, edhe a i fillon me marë frym, a i njeri. E qojnë spitale, a i ka qenë fenomen, si gjallë, e unë shkoj e gjeroj një asi njeri, se si e kanë masakru copë mas copë. Po flet për këtë anë mirë, po në anën tjetër në libër folja dhe për anën tjetër të kontrabandistave që e kanë mbrojt Sarajevën, që me një moment kanë qenë personazhe që kanë qenë edhe mbrojtës, po edhe kontrabandista. I kanë majt lidhjet me të dy anë. Qysh e kaleshe me këta tipa? Po, shiko, në përgjithësi, në çdo luftë ka banditat e vetë. Çdo luftë, do me thonë nuk ka, qështojnë këta darsën pa misha, po si thuajt ajo. Do me thonë edhe luftat i ka.
ju keni edhe luftat para sa vjetëve. Iraku me Iranin ka luftu 7 vjetë, po malli nuk e ka nalë. Me thonë, Sarajev, edhe që luftën se armët e para, Ali Izetbegović që ka pas një ushtri, shumë të vogël, mi u përgjes ushtri sërbe, po fillon, jo nda Juka, Prazina, është një farë caca, thëmë disa gangster të qytetit, ma shumë ka qenë si shmekera, kur Celterinia shkën mas tyne, edhe ja vjepin disa armët, edhe dalin me trup, e mbrojnë Sarajevën. Mirë, për fund, para se me shku, të kanë shti unë profori që të ka pështu edhe të ka baj dhe në aeroplan, me nënshkru një letër. Qa shrujke në atë letër? Ajo ka qenë një prej ditëve të mija ma të lumëton, por edhe ma të hilnu, të thejmë kështu. Për shkak se kur i mora letra që po punoj për një televizion Amerikan dhe vendosa me dalë. Prita 2-3 muaj. Kishna mundësi me dalë, jo, thash, do të rrjedhe pak. Kur vendosa, shkova të këta të UN-it dhe thash dua t'ikë jashtë. Ata më afrun një letër, ku shkunte, në qofë se rasisht, se për me shkun nga Sarajeva dhe në aeroport, o do fshit e kaleshe një teritor sërve. E ato ishte një checkpoint sërve. Dhe në atë checkpoint, ma heret, e këshim vra kryeministrin e Bosnjakve, i cili kështë e dash me shku në aeroport me dalë jashtë, por këta e kanë alë sërbët në ftyrat e personave të umnikit, në vetur të umnikut, e vraj njeri unë aty. Edhe umnikut thash... Në proforit atëherë? Po, në proforit. Edhe plus, e tash kur njerës tjerë që dojnë me kalu, ja u bje një letër, dhe qofë se rasisht të nalin sërbët, dhe të vrasin, atëherë të i përgjësin nuk e marrë mina, po është përgjësia jote, për vdekjen tane. A pe merë këtë përgjësi për vdekjen tane, në qofë se donë me marrë në nshkruje, unë e nënshkrova vdekjen time, javdash shumë i ftoftë, për shkak se vdekja për mu nuk ishte një sende madhe, ishna shumë afër vdekjes dhe ishna mishsu me vdekjen. A do të vdes tash, a nesër e kishna ato njësoj. Dhe hypa në vetur dhe shkova në aeroport, nuk më nalën checkpoint e sërve dhe dola në ankon të Italisë. Është një moment kur je dasht me gjiru për me marë buk, thjesht për mu shqy, për paketa humanitare. Spigoma thjesht... është pak që sharake. Pajk, diçka duhet në të natë luft 3-4 vjetë s'ki nejtë, veç të vujt, jo? Jo, shumë, grune kam këtë luft. Ani mirë, kalëzëna pra, qyshe ki fitu bukën e gojës? E bukën e. Në atë rast. Shiko, unë e kum da mjaftë, dhe me thonë, si çdo njeri i Bosnës, ka qenë ndihma humanitare boksene. Po një rast ka qenë një organizat dhe vjen shefi tyne dhe më thëtë, më drejtohet, thëtë, ka me arë një shefi madh, shumë ma i madh dhe në Sarajev. Tha, unë e përdu, me më organizuti, kur vjen e shefi madh, që ta gjerojmë atë shefin e madh, kinë se unë po bëj këto shumë punë të madhe. Kishë edhe atër shpërlamje të hollave, 1 milion sane kishë. Thash, po vesh kjo të kushton. Thash, sa më kushton? Thash, të kushton një paket ushqim, thash, mi adhon kamermanit, thash, unë të organizoj një paket ushqim të atë montasherit, edhe një paket ushqim, thash, gazetarit. O, tha, u kry kjo punë, thash, do t'ja vjepi. Unë me ndësha se edhe unë të takom një paket për veti. Ishte normal. Do me thonë se atje, kritë sajnë të pëshin me ushqim ndrim, që se e gitarist i mirë, si Florenti, për shambull, i Trojes, kjo e merë gitare luft dhe e qënë e ndronë, po mendoj paket ushqim jo, gitare atina me një paket jo. Kështë me shku me 10 vo, edhe dikon 2 kilogram milë. Qaq, 2 kilogram milë dhe 10 vo. Një kong, e një kong e gjysa, 2? Do shta, edhe 2 vo ma shumë. Omlet, diçka, o mirë. Dhe shkova, e gjirova, edhe mas disa ditve, u kry gjirimi, e bënëm këto një njeri shumë të madhë, kinë se shumë po përnën për Bosnë. Nashtir, po. Po, dhe shumë po shpërlan pare. Shpërlan pare, si kinë se ushim. Dhe, ku shkojmë marë paketat, a i kështë nda vetëm 3 paketa. Unë po mendoj 4 edhe për timi, a nuk është. Qa që ki lyp? 3 ki lyp? Po 3, po a i në këptojtë si unë organizova dhe një paket për mu. Si ki lyp? Ja, nuk shkon ashtu, po unë e organizimi... Po 3 me 3. Edhe meta, ishtina në vetur, edhe më javë që. Edhe për shkaj rrugës, po me ndaj... Kretu menu për bukën që është mrena aty, undë? Edhe undë.
Gjithat, edhe unë nala me një vend, nga 3 paketa e bona dhe një për veti, paketin e ka. Ja nisi me hek, presisin e sa? Si të ka pak. Këtina e marrë shapak, kanina, tha shumë takon edhe para Zotit. I pas kënë gjithë dhitë si Nasradini. Një, shumë njëri këm një. Edhe ndodhë, shkoj edhe 2 kilometra. Edhe me nën? Me ndaj snajpera tonë kohën gjushin. More thash, ma mirë t'ja kthej. Thash se m'ka rujtë i tarë Zotit, po frigona, thash, po më vredi s'ka, shkoj me një qoshenali, ja kthej prapë. A, pet ja ktheva. Ja, mirë, kalzo, që aty s'ki hangër, veç kalzo mirë që shki hangër në skarë. Qysh mes luftës në skarë? Je do me mi qitë kretë. Po. Kur fillon lufta, edhe në Bosnë edhe si në Kosovë të ne, gjithmonë frigoriferat kanë qenë plot mish. Po. Se nas ble me kilogram, marshme me viqa. Edhe atje me viqa. Dhe mas jenë me viqa, nalet rryma. Kur nalet rryma, shkriem, të me thonë. Prishet mishi. Edhe? Atër, ati krejt këshit, bësh mi banket. Edhe kish me roshtel, ajo zxati. Buk s'kishit me hongër, hajde pite. Ajo ka qenë 10 dit, se mbas 10 dit u hargjun. 10 dit ju roshtel. 10 dit darsëm ka qenë. Aj lufta, na darsëm bësh. Na i birë, na i raki, jo? A kesh? Jo, alhamdulillah, ti në Bosnë. Jo, a? Po shtjakt edhe rakia, shtu nuk shkon kjo vun. Kjo ishte jeta prej fjalëve të Sulejman Klokoçit, jeta në Bosnë, po tash të shohim se me të vërtetë çu ka kalu ajo ceremonia e dhënies së çmimit, të cilën e kanë marrë para disa ditëve Sulejman Klokoçi në Sarajevo. Ta ndjekim reportazhin. Zadovoljstvom je da možemo reći ime Sulejman Klokoći, snimatelj. Kažu, došao je na nekoliko dana da snimi nešto za informativnu emisiju Jutar i vjerovali ili ne, zadržao se 4 godine. Ostao je da svojim snimcima, svijetu i ostalima pokaže zaista šta se dešava u našoj prelijepoj Bosni i Hercegovini. Hvala Bogu da nam je omogućio da nam dođeš i da tu nagradu primiš, to je najmanje što smo mogli dati. Kažu, jedna država ne može ići napred ako zaboravlja svoju istoriju. Očigledno ja sam postao istorija Sarajeva, jer posle 20 godina da se neko seti i da mi da priznanje, to je za mene ko snimatelj kao da sam dobio Oskar. Posebno ljudi, esnafi, ja gledam esnafe iz baš Šapske kao da su lordovi u Engleskoj. Tako da ovo priznanje znači za mene život. Hvala vam iz srca. Pa evo, gospodin Klokoć je u stvari naš saborac, naš drug, biti u tuđoj državi, u tuđem gradu i zalagati se za humanost je herojstvo. I vidite da se te stvari u Sarajevu ne zaboravljaju. Tim prije, pošto je ovu nagradu uručilo srce Bosne i Hercegovine, srce Sarajeva, baš čaršija, pazite, to ima i veću vrijednost. Dakle, ovo nije nikakva politika. Ovo je samo jedan korektan odnos prema više nego korektnom čovjeku koji je ostao, izvještavao, došao je drugim povodom, ali ostao sve 4 godine. Ja sam morao ostati. Ovo je moj grad, ovo je moja država. On nije morao. I zato je on malo veći od mene, heroj i ono sve što oblikuje jednog humanog čovjeka. Ovo je najmanje što smo mogli danas uraditi za našeg brata Sulejmana Klokoćija, čovjeka koji je došao na 2 dana, a ostao skoro više od 3 godine. I to 3 godine onog užasa i pakla, ne do Bog nikome. I ovo je najmanje što smo mogli da mu ukažemo na njegovu nesebičnu hrabrost, za njegov doprinos u odbrani naše Bosne i Hercegovine. Tham pas 20 vjetëve në Sarajevo kujtohet për kontributin e vlimin e Sulejman Klokoçit që dha gjatë agresionit antifashist
ta quajmë kështu, ndaj pavarësisë edhe mbetësisë të Bosnjë e Hercegovinës. Ne këtë mirënjohje të Sulejmanit e ndjejmë si kontribut të veçantë që i dha Sulejman Klokoçi në periudhën më të rëndë në Sarajevo për Bosnjë e Hercegovinën, por e konsiderojmë si mirënjohje për të gjithë luftarët edhe për gjithë komunitetin shqiptar në Bosnjë e Hercegovinë. Gjithë kjo që sot ndodhi dhe që ju nda kjo mirënjohje është kontribut i punës së tij të palosshme në kinematografi, në kamerë, dhe njëkohësisht është një nder edhe për gjithë shqiptarët që ai bën në këtë fushë, që prezanton shqiptarët dhe tregon se na si popull kemi vlerën. Kur është fjala për ditën e sodit ku shoku tim të dashur, zotri Sulejman Klokoçit, i jepet shpërblimi për kontributin e dhënë gjatë gjithë luftës prej 92-94 në Bosnjë dhe Hercegovinë, e ndjej veten dhe mburem, i kënaqur dhe mburem me atë për shkak se gjithë luftën në prej 92 deri me 94 së bashku kemi kaluar me zotri Klokoçin. Kush saktësisht ta ka dhënë këtë çmim? Jeta për mua ky çmim është shumë. Se ma ka dhënë shpirti i Bosnës, i Sarajevës, i Çarshis. Atje e quajnë esnafi, bashkëqarshie. Kjo për mua është një se nuk ka jori, esnafet e bashkëqarshis. Kjo për mua një lloj askari. Ako, ministra, naj kryetara, naj komuna, s'është dikush ma i rëndësishëm as esnaft? Për mua jo. Për çeç problem, për mua, që ma kanë dhënë esnaft, kjo për mua shpërblimi maj fort që ku mujt me marrë dikur. E ku marrë nga populli, nga shpirti. Ka zëma qësh funksionon kjo puna atje, puna e esnafve? Kush janë esnaft? Po, esnaft është çarshia e vogël. Do me thonë njerëz zanatlit, do me thonë të Sarajevës, të Çarshis. Ajo shpirti i Bosnës, shpirti i Sarajevës dhe i Bosnës është, aty kanë kalu shumë lufta. Po esnafet kanë met, Çarshia ka met. Edhe për ty kjo është më rëndësishme se na ish problem politik ta këshë marrë. Ai zotë, nuk krahasohet. Kush, nëse kishë me bue ekuivalentën me Kosovë, kush janë esnaft e Kosovës? A me ti pa teksta? Që të pytje, së në këtë thonë që kemi pytë. I kom do pytje që së të kalëzoj për para. A i kalon që Seriozisht, po më vynë me ditë, a ka pas najherë esnaf Kosova? A kemi diçka tilla, me thonë që najherë kemi pas një tradit tillë? Për zotin, shka nuk më kujtojt, nështë ka pas para 100-200 vjetëve, por tash nuk pishoj esnafët. Që i ka esnafët. Tash përsha. A nështë ka pas... Ka veç janë hub dika. Janë hub. Thonë e nështë. Janë birtë një të një apës di. Atëherë, çka bune në Kosovë kur u ktheve prej Sarajevës? Çka vendose me bo? Këm dalë jeta është, kur këm dalë nga Sarajeva, qaç këm qenë më dhe fosën, qaç këm qenë e këm pasi njeriu, për njeriu nishte ukë. Dhe vërtet thojnë, apo e këm lezu dikon, që njeriu është bisha maj madhe, po është edhe inteligenca maj madhe. Po është edhe bisha se njeriu në hanë, a thojnë luani nuk e hanë. Dhe kur këm marrë këto, nuk këm dashtë me shku me jetu në malë, jo me njerës, se asë shumë i këm rrejt njerës. Por ma vonë koha, filloj nga pak disa plagë me mishëru. Jo, Allah s'ke shku në malje, bo një fare esnafi, ki qelë një 200 tonë që aty. Po, do isha mu bo esnaf. Apo, e qelë fotografin tënë, punoj ishe që aty në fotograf. Edhe fillova ka dale sa për buk të gojës, them të punoj. Edhe, kur është momenti që aktivizohesh si kamerman prap, bashkë po të kujtohet, kur është momenti? Këtu në Kosovë prap, po aktivizona dikun 2-3 muaj para se të fillon këtu lufta, për shkak se jarë ka era, fillova me hetu atërën e Sarajevës këtu, dhe fillova t'i shoh se po vinë njerëz, me thonë gazetarët për gjithë botës që kom pa në Sarajevë, po vinë Prishtinë, dhe ata si qetë, thëmas gjakut, edhin,
Edhe shkojnë edhe po fillojnë këtu me ardhë, dhe erdhë koha kur erdhën thanë, suki, që më thrasin. Edhe ta që të ngrepin. Ma që të ngrepin, tha, pianismi edhe këtu. Edhe cila është njëna prej... Nuk zgjatë shumë. Cila është njëna prej ngjarjeve më të rëndësishme të para që i ke xhiruar në Kosovë? Po shiko, raste e kena xhiruar çdo ditë. Po ngjarja më e fortë për mua atë kohë ka qenë ku edhe hangra dajakon prej policisë sekrete sërbe në zyre, ka qenë Obria, masakri në Obri. Ka qenë disa xhirime të papara në atë kohë, nana me 2 fëmijë të vdekun. Në fund të 7-s jetu folja, po. Kanë qenë një njeri pa koksen, në për pluma kom hi, a i si e njef Drenicën, edin ku është Likovci, edin ku është Obria. Në Likovci ishin, dhe me thonë, një kodër maj në alë se Obria, ishin Sërbët, dhe gjushin tonë kohën ka Obria, e unë në për ato pluma, me një gazetari qujtun Adam i huji, cilion kanatash, hinëm dhe e gjirum. Kër e gjirum atë masakrin, u këthym, dhe pam që këshme bo një punë shumë të madhe. Dhe erdhëm dhe ato gjirimet... Që siguru që ajo punë mandej nuk ka me u zhduk në për punkte apo në transmitim që mos me e shkatru sërbë cilët i kontrollojshin disa kanalet informimit? Për shkak se atë gjerim, pasi unë ishte në shqiptar, edhe Adam ishte anglez, më duket ashtu ishka, ne dy dish me atë gjerim. Edhe unë i disha se kjo gjerim të të bën jehon botë. Se ishtë një masakër e papar gjithë të fëmiva. Unë më kujtohet jeta, nuk jam i sigurt, pa ju ka shku në disa kanalet të mbylluna të fshefta, për shkak se me qunë përmes televizionit të Prishtinës këtu, sërte inqizojshin dhe dërgojshin dhe kishin mundësi me nalë. Më duket ajo kaset ka shku në për kanalet të fshefta në për Macedoni, nga Macedonia mande është transmitu dikon botë, e ndoshta u shku dikon për shembull në Angli apo në Gjermani, nga aty mandej është shku në Londër. Fshet, e pse të rrenë policia aty mas nej? Ajo ka qenë fshet mos me nalë. Kur shkon gjerim, dhe ka pas në atë kohë dhe disa masakra tjera, por ka qenë ajo masakr ka qenë thash 2 fëmijë dhe nana në mes, sidomos fëmijët kanë qenë me cucull, si i thojnë aty. Edhe ka qenë një gjerim shumë i të mërshëm ka qenë. Që shemur vesh policia sërbe që te ki buate? Po e kanë ditë, për afërsisht kishte shpiuna mjaft në grant. Shumë kishte. Adami, kë anglezës ishte me mu, kë ikit nesërme. Tha syllë, tha unë ika. Pse tha? Tha unë e di që këto do të botë halakam, tha ishala, tha zotit një morë muë. Biljaj i ka fotografu me aparat, atë fotografi ma dhe ka marrë. Asri ka i minimum zotit dhe ati ja? Një shpërblim të botës. Jo, mërësish lufta e tina, ishtë anglezë. Dhe mas një kohë, mas fotografit që u e mitun fotografit, erdë misioni vokerit, se u bo erdë... Ja ka dalë, mas pari, mas dhe ditë të thiri policia ty. Po. Hajde në bised informative. Po, që kam pas zakon, u më thirin telefon. Tha, po vjen, po. Tha, me ardna me të marë. Unë i disha si dikon më rapa shpine, si kam. Thash, jo po vjone, thash. S'kem nevoj me ardë që po vjone. Shkova. Ku shkove? Në këtu stacion e policisë, ku janë tash, sigurimi... Në të dyshi, po. Hyna prita një orë 2, dhe mas atyit erdë njeni u murëm që në katin e 4. Edhe kur hina mrena pisho një baseball palic drunit, njeni pisho këta ftyra një 4-5 vetë. Unë patë në thirë edhe njerë ma heret për disa qërime. A ish në njoni pisa të një si të ka thirë ma heret? Po, i cili me zorë ma pa do një kafe. Bile më patë pyt njerë një shokë im Shkelzeni, Malisi. Tha, unë e kumë qenë, tha, unë si ja kumë pi kafe, një thash, unë ja u pina, se tha, unë një më frigu mos përqesin diçka në kafe. Unë ja vata pi ati e në ajerën e parë. Po tash si shpuna kafës? Palica bejsbolit isha të? Po, isha të. Qa bon me ta? Unë kanë shiku, isha i hutum që ka po kërkojnë nga unë, isha i hutum, por ma hjek i hutin një polic, cili erdhe dhe më nërë mi futin një 10 shuplakat forta, dhe njeni anash me një baseball palic ma hike këto. Jeta kish në vajzë një vjeqare. Dhe nuk me ndojshë asë sen. Asë nuk më dhimke, me nësha vetë shumë vajzën. Vetëm vajzën me nësha. Edhe i kom pa me bishë synit ato dritaret, të cilat kanë qenë të blokuar, a thëshna se kishtë në frikë mos po më që gjujnë për dritare. Poshtë. Unë rehen, tha nullu, mas rahjes të parë, ma që t'in letër, tha shena që ke punu 10 ditë e fundit. Edhe unë e disha ku është, që është puna e obrisë, se ishte ardhë misioni vokerit.
ishte bo shumë tregim i madh. Për shkak të xhirimeve edhe të obris kish ardhur misioni i Vokerit. Misioni i verifikimit ke ato xhirime kanë pru. Çka shkruve në letër ti? Shumë e kom punu obrin, se desha si e kanë marrë vesh. Edhe qa bon ata me atë letër? Me atë letër thash e kom punu obrin, i kom punu e shumë disa sende tjera, i shënova aty. Gjitha tregime si kështa punu, po i kom gjiru. Ishe edhe dikun, ishte në dilloj masakre, po obria ish ma e fort, erdh, tha të lutë ma spjego vetëm obrin si ka qenë puna. Unë e mora obrin me spjegu, thash e mora urdhën, thash prej Tanjes, një producentet Beogradit, thash mi gjujt to pak me lujt, thash u mora Demi, Adam, thash e desha dhaj që ka ik jashtë, nuk është aty, thash u murën, e këshim pa, thash në kohë ditore, një gjirim, thash, edhe më qunë atje. Shkova, thash atje, gjirova, se thash unë jam kamerman, ishtë një sendeve, agencioni jam, desha mja bo me ditje, dhe nëzdi, apedina jo, thash agencioni jam, është agencioni maj fortin botë. Thash edhe ata nuk më qojnë ka me lujt me gjiru në olimpiatë, se është luft. E janë oli dajokin kjo që i the është në agencioni maj fortin botë? Jo, më qunë në altë në kam edhe një heru qova, tash si në klasë të para, s'di, diçka më kujtohet, veç musë më karrej mësusja, po e di që diçka na kanë shtik shtu mi bo gishtat, me vizore, duke të shkollë, diçka, si janër. Edhe që shtu të thanë edhe ata? Këto, bo një gishtat kështu, e këshim pak ta një pendrak ven vizores, edhe një dhe copa një në dhe një jetër, jeta së më dhimke. Zdi qka, nuk më dhim keq. Keq? Ja. Qysh është? Zdi me zbjegu. Me në zhanë vajzen, edhe së më dhimke. Edhe mas asaj... U më shun jashtë. Jo jashtë, u më shun me dhonë edhe një deklarat, të dikush. Arshin inspektorat, dalshin jeni hike, unë pëtë këtë diçka, dal këtë tjetri, e kësi me rada, trosa po, unë ishte mësum. Jeta edhe nga Sarajeva, se në thash, ka me ndodha e që ka me ndodha. Adin. Mirë, dejt në dhetat, nështa ke qeni i mësum edhe shumë gazetarë t'jashtëm kanë fillu me ardhë, po në të dhetat, je prej atyne trallëve që në të dhetat ke fillu me dhanë informata edhe me qitë në kontakt njerës t'jashtëm që vishin Kosovë për me pa ngjarjen. Qatë kos ka qenë ma vështirë. Thjesht qysh ka ndryshua ajo propaganda e Serbisë në të dhetat? A mundesh me ma spjegu me çfarë mënyre punoj ke propaganda e Serbisë e qysh kosovarët u mundojshin me tregu ngjarjen e tyne? Për në dhetat kemi memorje, se kemi qëllu në qatë gjenerat, për të dhetat, pa u bo, halo pa u bo LDK-ja e kom fjallën. Është puna si, jeta une edhe në Beograd, jam shumë me mikun tem, shokun tem, thëmë Shkelzen Maliqin. Edhe ajo u këthyje, mas 82-83, u këthyje edhe në Prishtinë këtu. Dhe në Beograd, Prishtina nuk ishë shumë e njoftën. Kurse ne në Beograd që këshmi krye shkollimet sen, çdo gazetar, kur ardhë nga bota, vind të do kemë arë në Kosovë, a e shkë në Beograd, Beogradi ka qenë si metropolit qender, dhe lypke nga Sërbët, a i njeni ndoj shqiptarë në Kosovë. Në përgjithësi, ata mi drejtojshin mu. Më njefshin si kamermani cili kështë e kryu akademin dhe mi dërgojshin mu. Kur arshin ata këtu, 1% gazetarve, në atë kohë shumë shqiptarë u frigojshin, flasin. Haptas u frigojshin. Nështë ka qenë, nuk kanë qenë, ende kanë qenë 2 anë, qka do të ndohë, nuk ishin sigurt. Se me pasdi si sot që për shemë do të fitojnë ishën po ma herët, patriota. Po në atë kohë, jo. E në atë kohë, basi edhe u shoshnisha me mikun tim Shkelzenin, Maliqin, atë shumë gazetartë, ja drejtojsha Shkelzenit, një heret Shkelzeni... A, të të keme folaj? Shkelzeni nuk të të ke. Dhe Shkelzeni ishte afër tina, e kishte zyren edhe kryetari Ibrahim Rugova, si në atë kohë ishte si kryetari i shoqatës shkrimtarëve. Po flasim në të dhjetat, apo? Po, viteve të dhjetat. Dhe në atë kohë, këta dy nuk folshin, thuj si sot, e është pavarësia, thuj si folshin si sot, si në atë kohë. Kurse shqiptarët, përgjësia dhe gjashin BBC-n, në atë kohë. Edhe këta folshin për BBC-n, ashin gazetarë nga gjithë bota, edhe unë i drejta isha. Dhe këta shumë ka pas njerës, nuk kom qef kështu me etiku, me emra, për ka pas njerës që ju ku ma frue, më thona, do një të folni për BBC-na, për nej
ZDF apo RDF apo shumë televizione, ka thonë jo, shko merr një le prej komitetit krajinor, qofse ata i më japin le, atëherë do të flasme. Por lejet komitetit. Po muj me thonë, tash, muj me thonë si në atë kohë, shkelzerin tash nështë pak edhe si mik shok, po ata to që ka lyp lejet komitetit, ku janë sot? Ola, ka shumë pozita, janë të pasun do, po janë kështu, se kanë drejtu, mande ju po patriota. Po një me. Këtu e kemi Shkelzer Maliqin, i cili është kolegi Sulejmanit, po mes tjerash, Shkelzer më kalon për shtypje që libër të vetë, ndërshkrimin që së është bo halon libër, Sulejmani thot që ti e ki vetëdisu, e ki kfill politikisht. Për çka e ka pas fjallin që e ki eduku një farë mënyre një gjirus që kryesisht është marrë me kamerë e ki kfill politikisht? Ne me shoqëruar edhe në Beograd, po edhe kur u ktheva këtu, gati çdo natë dilshim këtu te teatri, në atë kafeteri, edhe kem bo muhabete të zakonshme që kanë bërë secili dhe aty nuk kem fala shumë për politikë. Po nështë e kanë vedisu dhe edikun shkrimet e mija, sa atër këm pas njës me shkrujt do reagime dhe polemika me akademikët sërbë, që ka qenë shumë herët të 2003. Ku e morët ju guximin me polemizu si intelektual shqiptar, me polemizu me ata që ishin intelektual sërb, që predikonin një lloj nacionalizmi, edhe që shivrejte që ato shëndijat e para. Jo, unë më shkollu edhe kom jetu shumë 16 vjetë në Beograd edhe i kom njoft mirë, kush janë ata, që janë ata, edhe kom pas marrë një përdalim prej tjerve, se nështë syla e paraqiti kështu bardhëzia të frigën e njerëzve këtu me u deklaru, sepse këtu ka qenë diferencimet, njerëzit i njekshën, nuk ka qenë bash shumë komoditet i madh me folë. Po unë i njifsha kush janë ata edhe e kom pas marrë një pozicion kështu të publicistit, ku deri diku mbështetësha edhe në ideologjinë zyrtare të asaj kohës. Tu i thonë, shikoni, nuk mundet nacionalizmi shqiptar me luftu nga nacionalizmi serb. Edhe mandej i bëjsha do kundërgoditje ose i denoncojsha ata akademikët nga cila pozit flasim, se kështu e dishka, them ashtu. Po edhe në fillim nuk kanë, si të them, sylla tash e ka mendimin e vet, po nuk kem qenë vetëm unë edhe ai, kem pas edhe një shoqëni aty që kem folë edhe për politikë, po të gjithë njerëzit në vërtet atë kohë vetëdijsun. Po unë kam qenë në përdallim prej intelektualit tjerë të Kosovës, e kam pas marrë një pozicion pak ma, them ashtu, një në diskursin publik, bile të gjithë, kretë Jugoslavia e pranoj ka gjithë diskurs. Me një moment kam pas shkrujt edhe për startin e Zagrebit edhe një shënim shkurt për Republikën, që tjerë të zguzeshin as me Republikën e Kosovës, që edhe e vreshit ti që ka pasoja për me shkrujt edhe me folë që ka me ndonë atë? Ka pas, po mu më kritikojshin për pozicionet e mija, po të ishin, po Shkelzeri është mendimtar, a i po mendon, po jep opcione. Bile edhe këta do publicistë Beogradit, ashtu e dalojshin diskursin tem prej atyre të tjerve, po si të them ashtu, kjo është diçka që edhe unë e kom të libra që i kom botu të asaj kohës edhe ribotu. Njëna për ty në që kjo njëja e Kosovës, në mësë është botu 1990, par vjetë e kom ribotu, mas 20 vjetë. Edhe që shka qenë, kalzona diqka për Sukin atë kohë. Kalzona si djali ri, a i ka post krejt sheja që ka me mri 55 vjetë ku është sot? Sylla ka qenë edhe atër e ri, edhe tash është i ri, edhe neve edhe atër kem hecë në gërmi. Nuk kem prit me u plakë, me loa me në gjitë në i smundje, me hecë, po kem hecë shpesh, dhe me thënë, më në gjest. Ecja ka mojtë, ja pas ka mojtë kondicionin. Po, e kem pas një parë kondicionin, po Sylla ka qenë profesionist shumë i mirë. Dhe me thënë, preja gjeneratës të ti, dhe me thënë që kanë shku prej këtuit, televizioni i Prishtinës me bursa i ka qenë një grup gjerusi, organizator, regjisor, me studion në Akademinë e Beogradit, se
s'ka pas në atë kushte ose s'ka ndasht me hap këtu degën e dramaturgjisë. Edhe Sylla ka qenë ndoshta studenti aty më i dallum në profesionin edhe kur ka këtu ka pas ambicie më bë vërtet xhirusi filmave, profesionist tamam edhe emisionet që i bëj këtë u dallojshin atëherë. Më thënë edhe kështu, neve edhe shoqënia jonë kanë qenë kështu artista, intelektual, regjisor. Faleminderit, ç'to thonë kolegët, po çka thot gruaja e Sulejmanit, shumë po më intereson çysh është me duru një njeri që si dihet kur kthehet në shtëpi, si dihet sa ka me zgjat puna tjetër ka, po më intereson, kemi këtu Buçën. Buçë, çysh është me tu me një njeri që ka një profesion kaq të paparashikueshëm? Po, muj me thonë interesant. Interesant se asë një ditë nuk është e njëjtë. Do me thonë, ndodhin gjanat jo veç brenda ditës, po ndrojnë gjanat edhe brenda orëve. Ka pas situata, do me thonë, shumë të vështira, për shkak të natyrës punës, do me thonë. Cilat i kena kalu shumë me ankth, me... Çka ka qenë mas vështiri për ty, për shembull? Po ka pas, nuk muj me veçu veç një, ka qenë koha, për shembull, koha e krizës në Kosovë, do me thonë. Në atë kohë fëmijët kanë qenë shumë të vegjël. Edhe Sylla ka qenë shumë i angazhuar. Do me thonë, shkoj ke shumë herët, fëmijët veç ishin gjumë, vike në mbrëmje, prap i gjej ke në gjumë. Ka shku java, do me thonë që ashtu, dhe nuk o taku me fëmijët. Mas një kohë, ata e kanë pas fitu një kështu, jo frikë, po nuk e konsiderojshin shumë të afër. Ka qenë ajo pak një problem, do me thonë për shkak të natyrës punës se ka qenë shumë i angazhuar edhe... Çka ka qenë mas mirti në këtë punë? Çka ka qenë mas vështiri, po e kuptoje, çka ka qenë mas mirti? Po na si familje, do me thonë, e përkrahim, do me thonë çdo puna është e tillë. Mirë është kur ky shkon, kur e ka do me thonë, kur duhet me ndjek në punë, që e merr edhe ato si kënaqësi pak, do me thonë, diçka më mirë. Ose kur shkojnë bashk, ose kështu. Do me thonë, ka po vakime të marrë me veti, a? Po, ndodh edhe ajo. Ndodh edhe ajo. Ka qenë momenti kur më ka kallëzu që e ka xhiru madje dhe ka shku, e kanë qua agjensia me e xhiru vdekjen e papës, po ai s'ka dek shumë shpejt, do është me nejtë shumë gatë. Shumë gjatë, po. Edhe, qysh, po mendoj, kur nuk e din që ka me anë shpe, a fillon me u mërzita, mu brengosa, po ja ki nisë kështu mas një kohë jemë A din si, duke që situata të imponume edhe të mësojnë, do me thonë, synimi kryesor, do me thonë, dëshira jonë ka qenë gjithmonë që këmë këthy shnosh. Nuk, ma e parancishme ka qenë koha, do me thonë, sa mungon ja shpisë, kështu, rancishme ka qenë me u këthy. Po, 2-3 ditë e para kalojnë, pas taj bishpillojnë. Sukim ka thonë që shpesh nuk ka guxu mu këthy? Jo, i mirë sa ardhëm ka qenë gjithmonë. Me një klagi mazdere. Me një klagi mazdere. Kështu që vështirë, ka momente shumë bukra, po ka dhe në ato momente kur e ndim vetëm pasigurt. Si ka me shku për shembull gjitha jo, varësisht tash prej historieve cilat i përcjell, janë të lloj-llojshme. O shumë rëndësi që familja në që zanat që e bën, që atë ka buna harmoni që jetu e marë shumë punën si parsore e jo familjen si parsore. Se këto është me që njeri cili gjatë luftës i ki bo 2 fëmijë, edhe ki prit që ki prit gjithmonë që kanë me të përkra dhe ti duhen me të kuptu për zanatin që i ki? Po jo me më përkra, po muj me thonë se këto vërtet gruja si gru, nështë pak i këna nda punt me grunë. Kjo ka punu për para, ma dhe i thash, shiko thash, unë e besoj si do të kom jetë e mjatë financiare të mbaj familjen. Ti thash sa të mund është të kujdesesh për fëmijë. Se në qofë se unë e punoj edhe gruja punon, atër vërtet fëmijët ku do t'jesin. Prandaj kjo edhe kontributin e vetë.
E nale grumpe i punës. Muslimani i Bosnës. Apo, a? Që me thonë, Që? Fereze se kum shti. A zbër me cilë zërat një mirë dhe moderna? E vëzit, kerin, Fereze së është, pare jep, që po dënë, ju gratë, që po dënë ju gratë. Pse e merë shebre qështu? Atëherë kom punu kur e kom marrë. Edhe t'u ka dok maj mirë, mos t'u ka dok maj mirë. Jo, gjithë, njëjtë është, standard. Në këtë moment i kësha hapë muhabetin edhe për kolegët e Sulimanit që janë këtu. Mas pari është, me neve është një biqena, i cili ka punu me Sulimanin një kohë, po edhe një njofin si ish redaktor RTK, ish gazetari RTK-s. Beni, qysh është me punu me njëri 55 vjeqar i cili mundohet me majt hapin me ketë juve? Nuk është çështja qysh me majt syla hapin me ne, po gjithmonë qysh me majt na hapin me sylën. Unë edhe profesionalisht e kom problem me majt hapin me te, jo vetëm që ngarkohet, mundona pak me a hek barën e tripodit e kamerës, po me majt hapin me te me qysh komunikon kë me njerëz është Alon i qelë cilin me përvojën e ti Alon nuk ma ka transmitu. Me gati pëmbon 15 vjetë përvojën gazetari, syla e ka një mënyrë shumë fascinante me komuniku me njerëz edhe me mbri deri te ajo që ai dën, për deri sa mu mbojnë është ta 1 orë ose 2 me një fjali ose me 1 minut e ka atë qesin që i hap dyrt me komuniku me njerëz tjerë. Për shumë aristoat t'il? Macedoni, në fillim të luftës Macedoni, ne kemi qenë në fillim me një katon, në kom qenë me BBC-në atër kom përkthy dhe kom punu për ta, edhe gati një ditë plot na u duke me tregu që ka luftë Macedoni, ushtria shërimtare kombëtare kish një rezervë ndaj kamera e parë me një mal shumë t'izolum prej vendeve tjera, edhe nuk deshëm me tregu që ka luftë edhe nuk kishin rezistencë me fillu me i shkrep arnë. Erë syla mas një dite për një 5 minuta i ka shti me gjujt najer. Edhe ka qenë vështirë me i ndalë mas 5 minuta se syla e ka... Hajde me nga kalzu sy, qysh ishtine me qyt gjujt najer? E ka la luftën. Qysh ishtine? Kalzëja qesin djallit edhe neve. Bene nuk po të regarë. E boni një fshefsi, për shkak se ishte fillimi luftës Macedoni. Edhe gjithë ne gazetarë dëshmi të shkojmë atje. Po shkojmë në për male, edhe në dëshat jo mi pari, që mi pa të gjërime. Dhe shkojmë një 6 orë, 7 orë, ishte edhe Visari, Kryziu, me mu fotografi e pis, po, edhe shkojmë, u lëdhëm atje shumë. Kur shkojmë atje në minum që jena të partë. Kur besho benim në BBC-në. E o mërdi natit, thash, ku erdhe ti para me e këtu? Edhe? Prej natit? Po, prej natit, ishtine me gjujt? Jo, thash aty në ka dale. Sa pare edhe? Qka keni këto armë, thash? Këto, jo, ata më thanë pare me gjiruone ata. A përme? Mirë? Edhe, kër shkom aty, qka bani këtu? Thajna, po qej, po rujmë këto. Po mirë, thasha, tha, dje na kanë gjujt, na kanë majt, tha, Macedon, tha, djen, kështu në një farë, na kanë myt një ushtar. Mirë, e mora një prej komandantave dhe po boj biset. Pilesdia kini atë gjerim, është një gjerim shumë interesant, po gjeroj me komandantin edhe në moment një jetë snajperi. Gjunë snajperi nga Macedonia. Komandanti hop qohet pe kamerës, s'di atë gjerim, ajo është ai gjerim, dhe komandanti largohet. Unë e rrinë kamerë, vazhdoj me gjiruhe. Mas asaj... Pa, i s'ka qenë Bosne, s'ka qenë është snajperat atje, mu provu e testu. Mas asaj, thash këtyne, pjo gjujnë burra, thash gjujnë edhe jo, dhe janë esne ata me gjujnë. E kemi këtë gjirim, e kemi, që mund të akshim. Edhe filloj me gjiru, pa. Shumë letë, ha? Shumë letë, ha? Po të shumë letë. A është kjo, a mjafton për me transmitu që atë qelë që s'ta ka dhonë dhe i stash, Beni? Po më duket haloj ka dhe dëfshefsi. Po unë kom i përcjell, mundona me majt hapin me të një 45 vjetë e karierës ti, që
ka me mri kulmen, në ndashmën se. So, a ka në agjensinë e juj, si në shërbimin civil të Kosovës, ditë ku dush me dalë në pension dhe skiqare, që ta masin, ajo? O, s'dalë, bre. O, bre, pives trit pives. O, trit pives. Visar, gjithashtu me neve është edhe Visar Kryziu. Visar, a menoni na herë ku që ky njeri hajde mu, a kena mja po shpinën, me alshu venin dikuj tjetër, po mënoj, apo veç gjithë fjallë të mira aton keni për ta? Qere, fillimisht, one kur kam fillu me punu me Sylen, beson që kështu prej pamjes fizike, Syla, one përdurja të shprejjen që e përdur vajza me shpesh hertët, arush pelush, është një si mend, është i but për natyrë, kur është shenë pamje fizike, do më do nuk ta qenë malë një trimit ose një njerit që shkanë në për frontet lutës, do të ditë se ka problem hiç. Edhe, për ndryshë kështu... Sta mërmena që mundët me ngajt në front, apo kështu që jetë të thonë si arush e vogël. Jo, nuk ta qenë malë një njerit që ngajnë, nuk ta qenë malë një njerit që mundët me qu pesha, se sinqerisht, peshat e aparatur, une do më thonë që i kemi bajt, kur e përmeni momentin kur kemi shku në Maqedoni, kë nuk e ta spjegoj që na kemi shku e kemi kalu kufinin në kam. Kjo është kemi shku deri në fshatin Brez në kam, prej Debëldes, që nuk është distancë e vogël, do me thonë edhe, unë me thonë që e përqindja e nalësisë është gati 33%, me hyp me, kë bile për Sylen e di që i ka pas minimum 30 kg ma shumë se une, pesh. Se ka qenë kamerman, ti fotograf? Unë e fotograf, unë i kom pas një 30 kg kështu... A se ka këtë gjithë, kështu më sheftas na i djallë të ri që ja bon më ropa? O, po më duke t'i ka një 2, mës në përmeni që i pagun më sheftas, si të shien, e mjekin për mas, po... Ja, seriosisht... Edhe? A u flojke? Jo, unë gjithë më kom menu që duhet me prit Sylen, më kuptan, se na trite kemi një farë vetë besime, kemi një farë... Shëndrimit që qëre se tash Syla tash ka mu lodhe këto në kohën, edhe me të vënu po shumicën e kohës na ka prit neve, me thonë drejtën, kështu, do me thonë ajo rrugë është bon kam, po prej natyrës, Syla është të canë se këto s'pe përmen, nuk tutet me shku në front, kalzana, nuk tutet me shku në front, nuk tutet me ne në granata, në pluma, ama për me tutët shumë kur të vëziti, o zotë, shpirë dhe me ki arrit me tutë, ku arrit me bro në gjeni ku më ka lutë. Të lutë se më bo babre, mabre, dhe veç me ka dalë, dhe se është absurd, tha, unë e tonë këto lufta dhe i kom bulu, tha nesër me dalë, dikur me thonë, tha, deqë Syla, tha, ndeshe komunikacionit. Ta ndigjojmë palën tjetër, për me i marë dy anë. E vërtet që po të shepit i qka fit? Pe Visarit. Kalzo drejtë. Pe Visarit, o. Ma shumë se pe grus. Ma që pluma e gruja le Visari, anë që Visari. Qka o Visari? Visari është i me hypë në kërë, të kapi njerës. Edhe, më kujtojë njerë ishme të shkumë po djevë. Unë Visari edhe ishte producente Elida Ramadani. Këta ishin 3, unë e kishë në vajzën që ashtu, 1 vjeç, 2 vjeç. Dhe atë shumë vëzit ke, bile ishme me një vend, ishte një vend shumë i rrezikshëm kështu me një mal, bile murëm dhe një fshatar me në tërgu rrugën, a i fshatari tha, qëtu tha ka vdek dje njoni me traktor. Hajde me tregon venin. Kjo Visari vëzit ke, ma shfar traktori, shdijas vetë, hala kom Visar më bre, thash se kom vajzën. Se thash me vdek si patriot, ose si kamerman, ose me vdek dikunajt. Po me vdek, thash, në vetur, thash, është katastrof vdekja për mu. Kështu, mandej... A të ndigjej? Jo, në myto qesh me Eliden. Qeshin me atetimen. Ma vonë u bo bab. Kër u bo Visari bab, tha tash pedije. Qatë herë pedija? Tash pedije, tha. A është e mundën që e ki zvoglu krej Prishtirat njef pri motorave dhe kereve që i vozit shumë në orë? A është e mundën që si bab e ki zvoglu shpejtësin, a ka ndiku na i përqindja jo? 2%. 2 fëmi. 2%. Këtu i kemi edhe Florent Bajramin. Florent, ti ki kalu kohë dhe vazhdimisht vazhdon me kalu kohë mjaft në për vende ku shkoni me Sylen edhe jashtë. Tash shkoni ma shumë si agjencion jashtë Kosovës. Qëshjen qëto momentet ku nuk ndodh shumë diçka, me dush me qa drasa me një kolegë?
Po e përmendim papa, kur ke smu që dish. Unë esëm me sukin në Romë, Vatikan. Unë esëm për një avë ditë, po në zgati 3 muaj ditë. Tash, unë e punojsha ndrimin e natës. Një den Romë keni qenë, asë është knaqësi 3 muaj në Jo, Romë? po, më shpej o kom problem. Po shpej mas nej, që buqja për nëshe. Të dyq ju grati keni pas tu, fëmit këtu? Po. Edhe unë punojsha ndrimin e natës, suki punoj ke ndrimin e mëngjesit. Çdo mëngjes, kur vikem, se një kamerë ke shumë ndryshëm, viken mëngjes me croissana, me kafe, kështu e bëshim ndrimin e shtafetës. O, shumë i kujdeshëm. Kur gjohë ma sekrete skimin në kallëzukë? Ma ka pështjetë njerë. është edhe një në Toulouse, kemë qenë në Toulouse, kanë qenë në Francë, po kanë qenë Gjiru çfarë ngjarje? Po kanë qenë problemet në për paralagjet e Parisit edhe në qytetet e tjera. Rinia i kallshin kerët e këtu kanë pas shumë probleme edhe ndodhi që ngjarja u krye dhe po na thonë mua sukit rëni se veç stand-by. Edhe kem qenë me një hotel në autostradë as afër qytetit, edhe 2 ditë më shelëm në përdomas, kishëm qa me bo, edhe mas 2 ditë për thirën telefon, për dhomës në dhomë. Suk që e ka bënë, tha, që dhëmë të nejt, e të menu që është me bo vetëvrasje, mos me dhim, që ishë mërzit. Tha, thira në shpe, tha, koj, buqja, koj jone. Ka koj, që kytrimi, që ka qenë në 4-5 lufta. Ja, jo me lëtë. Jo me lëtë, kështu, pa lëtë. Të vujtë, për dashni. Edhe, qysh ja përtekoj asaj pune? Ja përtekoj e mora unë sukin e qova në ankon. Me shetit. Me shetit, pak. Ja pështove jetën. Mirë, këtu mes neve janë jo vetëm kolegët e Syllës dhe familjarët e tij, po edhe studentat e qendrës resurseve në Universitetin e Prishtinës, edhe studentat që në fakt i ligjeron Sulejman Klokoçi në Akademinë e Arteve, ku e ligjeron kamerën, edhe kisha dashur m'ia dhon fjalën atyne që kam pyetje, po fillojmë prej teje, Urna. Gjatë gjithë kohës, zëri që Klokoçi na tregoi që ka pas jeka. Ka qenë lufta, ka qenë momente vështira. Të shta me pyet cili ka qenë momenti më i vështirë gjatë gjithë kësaj kohës ku ka vepruar. Më i vështiri për më të vështirëve. Edhe nëse muj me vazhdu që të pyetje që po shoh që të kanë zonë ngushtë me vetë, ata ka marrë me ndonjëherë që me lonë këtë zanat në çat moment më të vështirë ndonjëherë. Kom pas shumë vështirësi. Thomë me nda një. E di që shumë e kom përjetue edhe rastin e obris nanën me 2 fëmijë, kur e kom pa. Po sa qërësh që jam i di shumë për fëmijë. Por lëtë e para që më kanë shkue, lëtë e para dhe duke filmu me kamerë, ka qenë kur vjen në Sarajevo në spital, vjen një prind me vizitu vajzën, të cilës ja këshin granata, bomba, do me thonë, ja këshin jek një në ndorë. Ajo vajzë dikun ishte 6 vjeqare. Dhe ajo i kthehet, unë e filmojsha duke ardhë, nuk e disha dialogjë, çka do të bisedoj njërë me veti, nana me qik, dhe vajzja ju kthy nanës, tha, për këthim Shqipë, tha, kur do të më rritet dora? Ajo ka qenë një pyetje vajza si ja bën nanës, ajo shumë e trishtueshme, fillon edhe nanës edhe mumin a shkullat. Se di shumë si dora nuk do t'i rritet kur. Faleminderit. Pyetje arshme? Jam Bardha Çoçaj, studente e Fakultetit Ekonomik, Universiteti i Prishtinës, dhe deshta me pyet që a mendon ndonjëherë që nuk ja vlen Barra Qeran për me sakrifiku jetën për profesionin si gazetar, pasi faktikisht gazetar nuk janë kush e di se çfarë nivelit, them ashtu, duke krahasu që nëse vdes një veteran i luftës, ai përkujtohet si prej shoqërisë, si ka beneficione familja tij, po nëse larg qoftë vdes një gazetar, atëherë s'është edhe njihet kush e di qa. Po duke dëgjuar unë zotrin, po mendoj që ka jep një kontribut shumë edhe a mendoj që ndonjëherë nuk ish dashur me i dhënë. Shkon si qenin rrosh është pyetja me fjalë tjera. Shumë pyetje interesante, a mendon që ja vlen Barra Qeran? Kurse komendu këtë pyetje, e cila shumë interesante.
Po të krasën që si kështë qenë veterani luftës? Po. Njëjtë si në aksident, që ashtu të kështë rajtu? Si me visaren, si në detyr? Mirë jeta, tash ka dalë këj ligji, si po shkojnë në ushtartë e u që kësë më registruhe, për penzione. Në shta shkojmë edhe në gazetartë, edhe ti edhe unë visari e kretë. Se në këna jo, si vjetë, jo. E kanë dhoni një kontribut këtu. Ata po thojnë gjatë luftës, a ki pas naj plagë? A ki pas a ki naj përqindje të invaliditetit, që mund është me dëshmu? Pra po mëzume. Mirë. Shkoj e marrë pe mjekut, diçka një letër falcë. A bon? Me marrë një letër, një dokument. E kemi edhe besartën këtu, urna, pyetja nga besarta. Kësha dash me ditë, a ke përcjell zanatin tënë të gjeneratat e reja, edhe qysh du të me marrë zanat gjeneratat e reja, do të ata që dëshirojnë më bë gazetarë se kamerman për teje? Unë jam profesor në Akademinë e Arteve këtu, dhe ligjeroj landën e kamerës të studentat që studiojnë regjin. Aty unë mundohën aty ju spjegoj, vetëm se ka shumë kamermana të cilët prind këtë thmive që më kanë afrua dhe më kanë kërkun ka une si ta boj thmiun kamerman. Unë kom thonë se thmiun ti mund është me bo kamerman, muj me shkollu, muj edhe une t'ja shkolloj krejt, po fështirë është më bo si une. Pse o fështirë të bëhet si une? Për shkak se punësh për një agencion, Associated Press, se edhe në këto ka shumë hargjime, edhe në këto ultimet mijat, ka edhe hargjime, ka... Po mirë, si ka bu baba këto ty, vetë i ki bu, ka dalë ka dole të punu të mbledh pare, prej një punë në punë tjetër. Po du me thonë një kamerman tash, fështirun ka Kosova të punon për një agencion botëror. A kupton, ai do të punon për Istenish, do të punon për ty, pa ai do të ka rogën 300-400 euro. Po jo më të madhe. Kurse për me punu për agencionet madhe, si që është Reuters, Associated Press, apo agencione, apo thëmë tjera që nuk i di, po i përmeni këto matë mëdhajat, aty në përgjësi rekrutohen kamermanat prej vatrave të luftës. Që tash, kush donë mund të shku në Siri, që ose o kamerman i mirë, pa marrë parasysh që nuk din arabisht mundet me shku, veç me zanat? Në qofse, shiko, fotografia shumë herë nuk e lypë gjuhë. Thojnë, një fotografi është 1000 fjalë. Në qofse gjiron, kitrim, po duhet me këpas edhe djeni. Nuk është jeta vetëm ta desh kamerën. Unë kur i kom kry studimet e mia në Beograd, unë kom pas në vitin e parë, ku me ndukur shkoj si e kom vetëm landën e kamerës. Ka gazetar kosovar për juve që ka shku në Siri? Për emisionin t'juj? Po, ka. Shumë mirë. Veç ka po... Në balë e kinë sym njene që u afru. Biri qena, po? Do me thonë, mund është edhe shkallësit e kryume si gazetar në Kosovë, po mujnë me u transmitu në agencionin e Juve, po mujnë me u ble edhe jashtë Kosovës. Në kapitalizm, askush nuk të mamë pa punë. Sikur mos t'jemi ekipi jonë që jena këto. Që është Beni, Florenti, Visari, Zeka, une. Nuk na majnë ata. E këshin mbyllë një kohë, qështë e ka mbyllë e pija në Beograd. Vjen një ditë edhe mbyllë zyren. Po menoj për televizion. E Kosovë se ka mbyllë? Ja, Kosovë jo. Talimi prej zyrës Beograd dhe Kosovë. Pse është një ekip shumë e fortë. Shumë e fortë. Pse jeni fleksibil me punu vatra tjera luftës? Jena shumë profesional. Ata në Beograd s'jana, po? A të me thanë? Pa i te dikun është apo, se ka lyp një rrugë me ikë. Kurse këtu, në 2 natës në thirin, Beni, Visari, nuk shyrmi. Edhe qka është shumë më rëndësi që jena një ekip shumë e mirë. Jetu thonë që për me maj që të punë prestigjioze, nuk ka me zgjedh, me thonë valojnë për tut nga me shku me një ven? Ja, ti e thonë një herë, e thonë 2 herë, herën tjetër... Zdvesin? Jo, zdvesin, mirë civilizumë, thonë, shumë për na vjen keq, shumë kena punu me ty mirë, po prej nestrit, ama shumë për na vjen keq, si jema me neve. E mënyrë civilizum, ta japin largimin nga... E ta shtregom, me krejt këtë karierën tënde, me krejt këtë bagazh profesional që e ki kriju, ti si je as shef, as drejtar, as minister, as këshilltar, që ka puna jote e kështu që mirë është halo veç me zanatin tërë? Jo, se din se jam. Unë jam këshilltar i kamerës sime, unë jam ministri i kamerës sime, unë jam kryetari i kamerës, të thëmë gjithat i ka me kamerës. Qysh po të mjafton, mos me qenë këshilltar di ka manalta, na i shefa, qysh po të mjafton? Me thënë të vërtetën,
isha duke gjiru njerë Haridin Kuqin, dhe më tha, këtë mandatin e dytë, tha Syl, tha, a mush më vesh me kravate me tesha, e keni zyre gjatu, tha, edhe heja qëto. Thash, faleminderit shumë. Thash, po... Eja që aty si këshilltar, apo? Po, si një lloj këshilltari, s'njaj pat për një për ajgare, po më tha. Ofertën ta pas ka dhonë. Po, ma dha. A e menove? Me hinë zyre, me ne 2-3 orë në zyre une, thash atëherë duhet Florenti prapë me më thirë, me thonë hajde dalme se mos me mytë vetën zyla. Hajde, prandaj, është muna si zyre. Apo, ka njerëz që e kam përdor, mu më ka thonë shumë njerëz, me pas karierën tane, tjetës, çka ke bo krejt, ish me nej minister. Mu nuk më lena jo ne përshtypje. Pikrish, po du tash në anën në seriozit kësaj, nuk len përshtypje, e pse po të manë besnikria ndaj profesionit? Qysh ty po të manë, e tjertë ka nevoj kur hi në vene të rrezik, ku jem, ata janë poltrona që janë kështu. Po mirë, ata deri vonë kanë qenë gazetar, ose edhe kanë progresu. E kam shef, ato në tjetër, gjithmonë e kam majtë, ata kanë qenë gazetar, po kështu kanë pas qenë gjithmonë të jenë dikushi në ministri. A kupta? Në me thonë e kanë majtë tonë. A ki pas qef me qenë dikushi në ministri në herë? Në ministri, po shkoj une. Pse ti je dikushi në zanatin që e banë? E du. Jam si Gjerman, thojnë për para gjithmonë ka qenë për Gjerman të një jetën, a din po e punon një punë, a din, gjithë kanë qesh. Po e punon atë punë, po e punon me një profesionalizëm dhe dënë atë punë. Unë e du atë punë. Mehmet Kamerman të një jetën, nuk e ki përjetu që shkëshin të anë tjerë si në qmim? Për që ata njerës që menojnë që duhet me mu bo drejtër e shef. Qka i thu që aty në trive që menojnë që mas një kohë dush mu bo drejtër e shef për me kallëzu suksesin e vetë. Që ashtu e ndjehin suksesin? Ata nuk pe njofin, as nuk e dim punën, as nuk e njofin veten ata njerëz, edhe nuk po din çka dojnë pe jetës. Se ti dosh me di çka dën nga vetja. Unë kum ditë, unë kum dashur kamerën dhe e du kamerën. E du. Vetëm kthena pak këtu. Shumë herë më thonë kur në vatrat luftës kum pas jeta problem, për shembull, kum pas edhe unë jam njeri nga gjaku Ilkura që more mos po ndodh diçka. Po në moment kur e kom ka kamerën, kum fillu me xhiru. Unë mos kum menue, as pak s'kum menue në çka po ndodh mua. Po jam koncentru në kuadër, jam koncentru në xhirim. Muj me thonë vetëm edhe një rast. As një prej rasteve shumë tragjike të jetës sime, që më ka ndodhur, shumë tragjike, në kufi në Krivenik me Maqedoni, ku vdes producenti im, Kerem, ishte burri i producentes time Elida Ramadani, shkojmë unë në xhirim dhe vdesaj, gjuhet predha nga Maqedonia, ishte na 2 metra nga ai, vdesaj 4 fshatit, unë e pështoj. Ma vonë më qunë me një trening, kamerman ushtarak në Londër, me mushtrue njësia speciale, elite, e britanistë madhe, si duhet një kamerman në luft me punu. Dhe ma dhanë si një test, një 100 metra ishte një mal, më thanë, lëviz ka i mali, ecë, kur ta pajsh rrezikun, ndalësh. Dëshë ma bo një test, sa po di unë për lufta, mas gjithë kësaj përvojësime. Edhe unë vazhdova me ecë, edhe kalova malin e s'pas rreziqe. Edhe thash në s'pas rreziqe, ishte pastër. Eja tha me mu, dhe unë kthej. 10 herë tha ke qeni vdekon këtu, tha. Shiko, tha, atë ushtarin naltë, kështë një ushtarë, kështë masku me një dru, që se kom pa unë eqë. Ma dhe ma tregojsh një pej kështu, dhe ka pëshe qitë pej, e shqikojsh nëse pajshna. Nuk ishe sigur që dhe i pëshe, a pej ishte. Tha, e ke këput kitë pej, tha, dhe këtu ke qeni vdekun e këtu. Edhe në fund erdhë përfundimi, që tha, ty të pas ka pështu, tha, dikush një zot, tha, ma di në zote, tha, dikush a ne instikta, apo ne intuitesen, si ju ke pështu krejt ty në sendeve. Me thonë të vërtetën... E punon punën halal, thojnë dhe zotin timon? Po, nështë edhe ajo halal e punoj gjithsesi, se mundohen të... Sa është më rëndësi me bo punën që dënë, apo me bo punën që paguët, rrogën e mirë me pas? Dallimi me qëto dyjat. Yes, nuk mundet. Për njerës që fillojnë karierën e vetë, edhe jënë të interesum me pas rrogë të mirë, apo me bo punën që e dënë, cila është më rëndësi? Punën me bo, jeta, ajo është katastrofë në që se ti punon diçka,
edhe nuk e dënë atë që punon. A i smut me punu, mas pare atë punë mirë, s'ka teori ta punën mirë. E qka o puna për rogë, nëse punon punën mirë që e dënë, a mund është mos me pas rogë, masme? E tash është pak psikologi. Tash është diçka ma shumë, se thoi një aktor, një artist, sociologjinë e artit mësohet, thot, mas mirë t'i pikturon, kur e ka, financat i merr nga tjetër kush. E nuk më varet për pikturës vetë. Qofse më varet për pikturës vetë, a i do të atë pikturë me zhit, e ka vleften 5.000 euro, ti je gjirus që e dëm punën tëne, po edhe mahësh prej zanatit tënë. Mahna, po. Edhe ju ma gjithë, edhe si thmi. Atëhera, a është rezultati që puna, bëne punën që e dënë se rroga vjen vetë? Unë në jetën time, kom dru mjaft firmat punës, kur s'kom kërku punë. I kom droj, ku kom qeni punum, hajde një pusu, më thmuj me thonja 5-6 televizione, 10 televizione, asë njëherë nuk kom kërku punë. Kur, gjithmonë... Do më dhëmë, kur punon mirë, gjenë puna dhe rroga gjenë ty. Në jetën time nuk kom shkujt lutje, dikujna, ndoshta kom shkujt formalisht, më ka thonë dikush të lutem, bëne këtë, por që unë kom shkujt dikujna lutje, me më pranu më punë, jo. Gjithmonë kom pas oferta për punë, edhe unë kom diktu e qmimin, unë kom diktu në gjitha sendet. E për fund tash përsho që kolegët kanë pregadit një befasi për Sulejmanin, urdhënove sar? Po, na si kolegë të punës të Sulejmanit, si kolektiv i punës, dashtëm me adho një dhurat vogël, një liber për një profesionistit shumë të marrë të kamerës, ku kuj mundet me mësu shumë, masë është vishën në hapat e partë karierës, nëse kimi, ose për që për që onani pja japë. Gjithmonë o mirë me mësu. Gjithmonë o mirë. Po më nëjë është... Që po dojnë djemë të rime të mësu. Autori është profesionist. Sulejman të ekipi kolektivit, shumë faleminderit për këtë moment që ne kemi përkushtuar. Prej esnafëve të kolektivit, më pëlqej që kjo shpreha se prej fillimit, po më intereso me pa librin. Qele. Hajde. Apo shet që pas ka esnaf në Kosovë? Apo shet që pas ka? Kalzona librin? është një liber shumë i fortë. Kalzona. Nuk kemi me shku në shpe pa e pa. Kjo është një liber, edhe një reklam. Kamera e Sulejman Klokoqit. Vete ka shkrujt këtë liber, edhe po i thonjë lexoje kaj herë. Faleminderit shumë që ishe këtu me ne edhe kolegëve, edhe qendrës së resurseve, kolegëve dhe familjarëve dhe qendrës së resurseve në Universitetit Prishtinës që nejtën me neve dhe Sulejmanin deri të ejtën e ardhshme, na ju lusim me na dërgu njerëz tjerë, emrat njerëzve tjerë që mendoni që duhet me ju përkushtu në emision në këto seria të emisioneve për shembujt e suksesit të kosovarëve që kanë arrit në Kosovë dhe në botë. Deri të ejtën e ardhshme, natën e mirë.